Ne të gatuajmë direkt së bashku. Kemi fileto pule, patate bleve, baby potato dhe asparagus. Tani kam menduar të skuq pulën, të zjej patatet dhe pastaj të fus patatet në furr dhe asparagus në furr dhe të dalë një gjë aq e mrekullueshme, një gjë që s'keni parë. Të vazhdojmë. Merrni disa patate sipas dëshirës suaj dhe do i lani super mirë sepse unë nuk doja heq lëkurën këtyre baby potato se ndjem se urrejt pak më shumë shije, kështu do i lani super mirë dhe pastaj do i presim. Tani baby potato zakonisht nuk e pse i pret fare sepse janë super të vogla, por unë gjithsesi do i pres sepse I'm just not like other girls, I'm just so different. I presim. Do bëj një prerje të madhe, shumica thjesht do i pres në gjys, këto që janë pak të mëdha do i pres në gjys dhe në gjys. Çfarë? Do i lëm shumë pak sepse do i lëm shumë pak sepse nuk dua të zbuten shumë sepse në fakt janë pak të butë. Jam shumë kaotike, nuk duhet bëjmë video gatimi. Ndërkohë që patatet zjejnë, ne marrim tavën dhe do i vëmë një baking sheet. Do merremi me fileton e pulës. Do vini një dorez, sepse salmonella. Këtu ku do e prisni mishin, merrni sërish një baking sheet, prapë që mos të shpërndahet salmonella gjithandaj. Gani më shumë i vogël. Edhe fileta jashtë kaq, kështu që do i presim të gjitha në gjys. I kalova të gjitha filetot e pulës në tas, sepse është më e lehtë ti marinoj këtu. Tani do fillojmë me vezë, do fillojmë me kripën. Kjo kripa ime drejt ka mbaruar, nuk e di çfarë mundohemi deri në pikën e fundit. Piper, jo daj shumë, se sigurisht nuk. Hudhër pluhur, për mendimin tim, hudhër e pluhurit, pluhuri hudhrës jep më shumë shije nga çdo erëz tjetër. Spec të kuq djegës, frigon, sekreti im që i dashuroj gjërat spicy, djegsa. Do marrim pak lëng jalapenoje. Kam hallë mos është shumë spicy, po një jetë kemi. Tani vaj, sorry for being so Balkanic. Do i përzjeni. Mua më pëlqen ta kap kështu me dorë, është shumë satisfying, duket sikur po prekni slime, por nëse mendoni shumë gjatë pastaj mund t'ju shpifi, kështu që mos e mendoni gjatë. Unë zakonisht i ndjer patatet nga këtu, i vej te tava dhe i marinoj aty, por mendova pse mos i vej kapakun pastaj gjithë marinimin që kanë bërë, të tunë super fort edhe të marinojnë siç duhet. Patateve do i hedhim pothuajse të njëjtat erëza që i hodhëm dhe filetos, kështu që gjëja ime e preferuar është kur bëj patatet furre të fus dhe hudhra, kështu siç janë me lëkurë, dhe bëhen super të buta dhe pastaj thjesht kjo shumë mirë mund të përzihet edhe me një lug druri. Po vjen që kam parë që e kapin kështu, është nxehtë. Kam një leck këtu. Do i përzim me lug druri. Unë jam super budallaqe, jam super debil. Dhe harrova të ndizja furrën paraprakisht. Do e çoj 200 gradë. Asparagusi gatuhet super shpejt dhe nuk dua që të bëhen super like si qull, sa fjalë keqe qull. Do vej patatet, do i lej patatet diku te 25 minuta. Do vej pastaj